Gati plani dhe leja e ndërtimit për banesat sociale. Ndërtimi fillon në pranverë. Edhe në përshkollat publike të Gostivarit fillon aplikimi i ditareve elektronike. Rasti Monstra, një vit kohë humbje, procesi fillon nga e para. Thaçi, Kosova gjithmonë do të jetë vend i pavarur në Evropë. Obama, jo sanksione të reja ndaj Iranit. Ky është edicioni i lajmeve në TV2. Me ju në studio, Agim Mustafaj. Përshëndetje teleshikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve këtu në TV2. Sapo ndoqët titujt e ngjarjeve kryesore që shënuan ditën e sotme. Me to dhe me shumë informacione tjera do t'ju njoftojmë pas marketingut. Na ndiqni. Forsi ambli, flat i erës, që lëmon gjitë të randofilit. Ngjashtu a kjo, gjuha jon, shqiptare. Fol Shqip, Albafon. Gostivari është një nga qytetet e Maqedonisë ku vitin e ardhshëm pritet të fillojë ndërtimi i banesave sociale. Projekti ideor është rrumbullakuar dhe është përfshirë në programin për zhvillim të komunës së Gostivarit të paraparë për realizim gjatë vitit 2014. Pajtim Saiti, përgjegjës i zyrës për zhvillim ekonomik lokal, njoftoi se mjetet janë ndarë dhe se dokumentacioni i nevojshëm rreth lejes së ndërtimit tashmë është kompletuar. Brenda vitit të ardhshëm, respektivisht në fillim të stinës së pranverës, do të fillojë ndërtimi i objekteve të parapara për banesa sociale. Sipas projektit parashihen të ndërtohen 2 lamela, megjithëse 70 banesa sociale. Në njërin do të ndërtohen 37 banesa, ndërsa në tjetrën 33 me sipërfaqe prej 45 deri në 55 metër katror. Ky projekt është pjesë e programit për zhvillim të komunës së Gostivarit të paraparë me realizim gjatë vitit 2014. Pajtim Saiti, përgjegjës i zyrës për zhvillim ekonomik lokal dhe implementim projektesh, njoftoi se mjetet janë ndarë dhe se dokumentacioni i nevojshëm rreth lejes së ndërtimit që është kërkuar nga ana e komunës së Gostivarit tashmë është kompletuar. Projekt me vlerë prej 2,5 milionë eurove që përkrahet financiarisht nga niveli qendror. Pranverën e hershëm vitit të ardhshëm, mjetet janë të financuar, procedurat për gjetjen e parcelës, dhënien e lejes kanë përfunduar dhe pranverën e hershëm vitin e ardhshëm fillon ndërtimi i këtyre banesave sociale. Komuna merr për obligim edhe kyçjen në sistemin e kanalizimit dhe shërbimet e tjera komunale. Ndërkaq, është bërë edhe hapja dhe asfaltimi i rrugës ku do të ndërtohen banesat sociale. Objektet pritet të ndërtohen në bllokun urban 17, që është në pjesën e lagjes së Xhamixhit, e cila kufizohet me bregun e lumit të Vardar afër spitalit të Gostivarit. Ndërtimi pritet të zgjas për 1 vit kalendarik. Projekti do të realizohet në suazat të projektit qeveritar për ndërtimin e banesave sociale, për të cilat nga buxheti qeveritar do të ndahen mbi 14 milion euro në nivel të shtetit. Rastet sociale që do të përfitojnë nga ky projekt i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve do të fitojnë të drejtën të jetojnë aty pa mos dhënë ndonjë kompenzim material, por do të kufizohen nga e drejta për ta shitur banesën e njëjtë. Në fillim të muajit maj, drejtori i drejtorisë për ekonomizimin me banesat dhe lokalet afariste Ilir Kamberi edhe zyrtarisht ja dorëzoi kryetarit të komunës Nevzat Bejta planin dhe dokumentacionin e plot rreth ndërtimit të objekteve. Nga takimi mes tyre, doli edhe iniciativa për ndërtimin edhe të një objekti tjetër kolektiv për banesa sociale. Lokacioni është saktuar të jetë përballë internatit të nxënësve të shkollave të mesme. Banesat do të ndahen për qytetarët pranues të ndihmave sociale, prindërve të ushqies, personat me invaliditet, qytetarët e prekur nga fatkeqësitë natyrore, si dhe pjesëtarët e nacionalitetit rom që janë me status të rrezikuar social. Në qytetin e Gostivarit
banesa sociale për herë të fundit ishin ndërtuar në vitin 2001 në fshatin Bajnic. Prej atëherë, për shkaqe nga më të ndryshmet, siç janë puna e caktimit të lokacioneve, qyteti i Gosivarit ishte lënë mbasdore në drejtim të ndërtimit të banesave për kategorinë e qytetarëve me status të rrezikuar social. Në regionin e Gosivarit evidentohen mbi 3.000 familje me status të rrezikuar social. Njoftimi prindërve për suksesin e nxënësve, sjelljen dhe mungesat e tyre që mundsohet fal ditarëve elektronik, pritet të jep rezultate shumë pozitive. Megjithatë, në këtë praktikë të re janë hasur edhe barierat e para me që administratorët që merren me këtë çështje janë të angazhuar edhe me orë të plota në mësimdhënie dhe puna e administrimit është mbi peshë për orarin e tyre, ndërkohë që për kompenzim nuk fitojnë asgjë më shumë se sa lodhja. Vendosja e ditarëve elektronik në përshkolla krahas detyrës primare në procesin edukativo-arsimor ka luajtur një rol të rëndësishëm drejt njoftimit të prindërve përmes rrugës elektronike për të gjitha të dhënat në lidhje me notat, sjelljen, prezencën në orë dhe aktivitetin e fëmijës së tyre. Kjo për arsye se tashmë është funksional shërbimi njoftimit me SMS, për të cilin prindërit vetëm duhet të lënë numrat e celularit te kujdestarët e klasave ku mësojnë fëmijët e tyre dhe në çdo fundjavë atyre do t'ju jepet raporti plot mbi aktivitetin dhe angazhimin e fëmijëve të tyre. Kjo praktik tashmë po implementohet edhe në përshkollat e Gostivarit. Për çështjen në fjalë ne komunikuam me drejtorin e shkollës fillore Bashkimi, Mersel Sadiku, dhe atë të shkollës Ismail Qemali, Bejtullah Zaimi. Ata e vlerësojnë këtë si hap shumë pozitiv, i cili në kontinuitet do t'i mbajë të njoftuar prindërit me çdo gjë që i përket procesit edukativo-arsimor të fëmijëve të tyre. Në aplikimin e ditarit elektronik, ne i kemi ndërmarrë të gjitha masat me administratorët e sistemit e misit, kështu që të gjitha masat në futjen e informacioneve janë bërë në kohë dhe kemi një ditar elektronik që është shumë efikas, i kontrolluar, ku prindërit dhe nxënësit kanë qasje, sidomos prindërit në sjelljen e nxënësve, krijimin e mungesave, suksesit, kështu që është efektiv dhe në gjendje gatishmërie 100%. Suksesi i këtij projektit është një pozitive se arrin direkt në informatën e prindërve. Se tash me marrë në aspektin tjetër çdo prind që i kemi thirrë, është një pjesë e mirë e prindërve nuk kanë kohë që të merren me fëmijët, kështu që jemi ne rrjedha në atë gëshëtimin e 3 pikave. Mësimdhënës, kujdestar, prind edhe nxënës. Domethënë që gëshëtimi na lidh me SMS-at që i kanë aplikuar tash Ministria e Arsimit. Megjithatë, kjo si metodë e re përballet edhe me sfida të reja. Administratorët e ditarëve elektronik krahas këtij funksioni, ata janë edhe mësimdhënës të rregullt nëpër ato shkolla dhe kjo në masë të madhe ka shtuar angazhimin e tyre, ndërkohë që për kompenzim nuk fitojnë asgjë më tepër se lodhja. Drejtori i shkollës fillore Ismail Qemali thotë se për këtë problem ata e kanë njoftuar edhe Ministrinë e Arsimit, duke kërkuar një zgjidhje për këta persona, por përgjigjja është kthyer negative me arsyeën se për këtë vit nuk janë paraparë mjete shtesë për administratorët, duke lënë të hapura të gjitha opsionet e mundshme për vitin në vijim. Probleme teknike nuk kemi. Është një problem kryesor që këto të dy administratorët nuk janë me status të zgjedhur. Do të thonë statusi i këtij është i pazgjedhur. Edhe se janë mësimdhënës, janë 22 orë i kanë mësim, janë kujdestar, po edhe merren me procesin e ditarit elektronik. Kemi bërë kërkesë, arsyeën shumë e qartë kemi bërë se ku problemi, sa mësimdhënës janë, sa nxënës janë, kush duhet. Edhe bën variantën që të mësimdhënës që hiqen nga 10 orë, 10 orë të kenë mësim, 10 orë të kenë aktivitete që do të merren me ditarin elektronik. Sipas analizave të Ministrisë së Arsimit, është një problem se deri 2014 nuk do të ketë financime të reja, edhe tash do ta shqyrtojnë këtë si rast, do të vazhdojnë të ardhmen. Megjithatë, administratorët, edhe pse pa asnjë lloj kompensimi material, shprehen të kujdesshëm në vendosjen e të gjitha të dhënave nëpër ditaret elektronik, sepse për çdo lloj neglizhimi të kësaj përgjegjësie pasojnë edhe gjobat e rregulluara me ligj. Në prag të ndeshjes së 20 dhjetorit me boksierin nga Franca, Steve Herelius, boksieri mirënjohur nga Gostivari, Nuri Seferi, takoi kryetarin e komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta. Seferi u shpreh i lumtur që takimin e fundit në vendlindje para kthimit në Zvicër e zhvilloi me kryetarin e komunës së Gostivarit.
Bokseri më i njohur nga korrida e Gostivarit Nuri Seferi gjatë vizitës së tij në vendligje ka realizuar takime dhe me kryetarin e komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Gjatë takimit ku i pranishëm ishte edhe babai Ismet Seferi, mes tjerash u diskutua edhe për sfidën e radhës së tij, përballjen e 20 vjetorit me bokserin nga Franca Steve Ferelius. Ai u shpreh i lumtur që takimin e fundit në vendligje para kthimit në Zvicër e zhvilloi me kryetarin e komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Falenderoj kryetarin Bejta për takimin e ngrohtë dhe miqësor. Ky takim është një ndjenjë e jashtëzakonshme për mua, pa një ndeshje të vështirë që më pret. Besoj se me 20 vjetor do t'i gëzoj të gjithë shqiptarët, kudo që janë, e në veçanti ata të Gostivarit, tha bokseri Seferi. Edhe babai i Nuriut Ismet Seferi tha se ndjehet krenar që u dha mundësia ta takoj kryetarin Bejta. Ky i fundit premtoi se të bën përpjekje që të eti pranishëm në ndeshjen që do të mbahet në Hamburg më 20 vjetor. Kjo vizitë është nder për mua dhe për gjithë qytetarët e Gostivarit. Nuriu në të gjitha luftrat që i ka zhvilluar e ka prezantuar kombin shqiptar. Si kryetari i komunës së Gostivarit do mundohem të jem në Hamburg më 20 vjetor për t'i dhënë mbështetje, por edhe nëse nuk do të jem atje, do ju përkrajm nëpërmjet ekraneve televizive, sepse ju jeni sporti i kombit, ndër bokserët më të mirë të gjitha kohërave, tha mes tjerash kryetari Bejta. Në fund të takimit, kryetari Bejta mysafirëve u dhuroi edhe nga një libër të autorit Branislav Sindanovski, dedikuar Hasan Prishtinës dhe nga një dhuratë me simbolin e qytetit. Seferi rikthehet në ring me 20 vjetor të vitit 2013 për të sfiduar ish-kampionin e botës Steve Ferelius nga Franca. Një fitore ndaj tij do ta sillte Nuri Seferin shumë afër luftës për titullin e botës kundër kampionit të botës në FBO, Marko Husk. Ulja e vazhdueshme e temperaturave dhe lagështia e krijuar në rrugë ka çuar në apelin e policisë për kujdes të shtuar nga ana e drejtuesve të automjeteve, sidomos në rrugët e larta malore të rajonit të Pollogut dhe të Luginës Radikës. Apeli i policisë vjen menjëherë pas fatkeqësisë në komunikacion që ndodhi në rrugën rajonale Hanet e Mavrovës drejt Rostushës, ku në përplasjen me një veturë dhe një kamion posoi rënd drejtuesi i veturës. Të reshurat e fundit atmosferike karakteristike për stinën e vjeshtës pos tjerash kanë ndikuar dukshëm në krijimin e lagështisë së rrugëve dhe rëndimin e lëvizjes normale të automjeteve në komunikacion. Në një situatë të tillë, organet e rendit apelojnë për kujdes të shtuar nga ana e drejtuesve të automjeteve, sidomos në rrugët e larta malore të regionit të Pollogut dhe me theks të veçantë të Luginës së Radikës. Gjendja me rënduar paraqitet veçmas në orët e vona të natës dhe orët e hershme të mëngjesit, kur temperaturat shënojnë ulje të dukshëm. Nëse në ditët në vijim do të kemi ulje të vazhdueshëm të temperaturave, ashtu siç paralajmërojnë sinoptikët, e mundshme është edhe formimi i shtresave të akullit në rrugët e apostrofuara më lart, për çka do të kemi situatë ende më të rënduar. Duke u nisur nga kjo, sektori i punëve të mbrëmshme në Tetov apelon deri tek vozitësit që të jenë teje të kujdesshëm nëse udhtojnë drejt Shtrazës, Mavrovës apo Kodrës së Diellit. Detyrimisht të posedojnë me vete pajisje dimrore të automjeteve dhe ta përshtasin shpejtësinë sipas kushteve në terren. Vozitësve po ashtu u rekomandohet që në kohë të verifikojnë gjendjen teknike të automjeteve. Kjo më tepër vlen për ato që kryejnë transport publik. Në asnjë moment të mos konsumojnë alkool kur janë para timonit dhe të mos nisen në rrugë të lodhur apo të papërgatitur, deklaroi zëdhënësi Marian Josifovski. Shërbimet policore të sektorit të punëve të mbrëmshme në Tetov tashmë 10 ditë janë duke kryer aksione kontrolluese në komunikacion. Kjo do të vazhdon edhe në periudhën në vazhdim me ritëm ende më të lartë. Kontrollohet gjendja teknike e automjeteve në qarkullim, posedimi i pajisjeve dimrore e të tjerë. Në automjete ku do të konstatohen lëshime të tilla, nga sektori i punëve të mbrëmshme në Tetov paralajmërojnë sanksione ligjore. Apeli i policisë vjen menjëherë pas fatkeqësisë në komunikacion që ndodhi në rrugën regionale Hanet e Mavrovës drejt Rostushës, ku në përplasje mes një veture dhe një kamioni, drejtuesi i veturës, personi me iniciale BO, pësoi lëndime të rënda trupore, duke përfunduar në klinikat e Shkupit. Rasti Monstra, një vit kohë humbje, procesi fillon nga e para. Thaçi, Kosova gjithmonë do të jetë vend i pavarur në Evropë. Obama, jo sanksione të reja ndaj Iranit. Pas gati një viti, procesi ashtu quajtur gjyqësor Monstra do të fillojë nga e para. Gjykata ka caktuar 2 dhjetorin si datën e rifillimit të procesit, i cili u ndërprej për shkak të lidhjes familjare që kishte pasur avokati të pandehurve me një antar të porotës. Sërish nga e para,
Pas gati një viti, procesi gjyqësor Monster do të rikthehet në gjykim. Rigjykimi është caktuar për 2 dhjetor. Procesi u ndërprej për shkak të lidhjes familjare që kishte pasur avokati i të pandehurve me një antar porote. Në bankën e të akuzuarve pritet të ulet edhe i akuzuari tjetër, Sami Luta, i cili u prangos në gusht të këtij viti në vendkalimin Blac. Në procesin gjyqësor Monster akuzohen gjithsej 7 veta për terrorizëm dhe për vrasjen e 5 fish të ndodhur pranë liçenit në Smilkovc. Mbi 25% e punëtorëve në Maqedoni punojnë në të zezë dhe të palajmëruar nëpër institucionet për mbrojtje sociale. Këto të dhëna janë nxjerrë nga Organizata e Punëdhënësve dhe Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni. Sipas studimit, pjesa më e madhe e kësaj kategorie të punëtorëve, pa sigurim social dhe pensional, nuk lajmërohen në agjencinë si persona të papunë. Drejtori i Agjencisë për Punësim, Vlatko Popovski, ka theksuar për portalin Lider se mbi 130.000 veta që lajmërohen janë pasiv për punë dhe se sigurisht punojnë në të zezë, por nga ana tjetër shfrytëzojnë sigurimin shëndetësor dhe ndihmë sociale. Presidenti Gjorgje Ivanov ka deklaruar sot se nuk do të tolerohen përpjekjet për të mohuar dhe fshirë termin gjuha maqedonase nga regjistrat ndërkombëtar. Në fjalën e tij me rastin e Akademisë Solemne për 60 vjetorin e Institutit për Gjuhë Maqedonase, Ivanov ka shprehur përcaktimin dhe vendoshmërinë e shtetit të reagojë ndaj përpjekjeve për të cënuar gjuhën dhe krijimtarinë maqedonase. Sipas presidentit, gjuha maqedonase me sfida lokale por edhe botërore, duke aluduar në rrezikun e fshirjes nga regjistri OKB-s të emërtimit Gjuhë Maqedonase. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka mundësi, sikur edhe të dëshirojë të ndikojë në përmbajtjen e listës së votuesve. Kështu është përgjigjur ministra e Brendshme Gordana Jankullovska ndaj thirrjes së opozitës maqedonase që Ministria e Punëve të Brendshme të ndërmarrë masat për pastrimin e listës së zgjedhësve. Ajo ka thënë se e kompetente për këtë çështje është Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe se MPB mundet vetëm të japë ndihmën e saj në kuadër të detyrimeve ligjore. Ajo i është referuar ndërhyrjes së fundit të MPB-s për pastrimin e listës para zgjedhjeve lokale, kur të gjitha kërkesat e KSZ sipas saj ishin përmbushur. Qeveria po bie, kurse qytetarët meritojnë një koncept më të drejtë qeverisjeje. Kështu ka deklaruar në tribunën e radhës me qytetarët e Gjevgjelis lideri social-demokrat Zoran Zaev. Duke prezantuar masat ekonomike për qytetarët dhe biznesin, Zaev ka thënë se LSDM do të vendojë një model të ri taksimi. Ai pretendon se pakoja e masave që propozon LSDM po përqafohet gjithnjë më shumë nga qytetarët anë kënd vendit. Të gjitha këto propozime po sjellin reagime të forta pozitive kudo që shkojmë në Maqedoni, ka deklaruar Zaev. Do të kalojmë tani te lajmet nga rajoni. Kosova gjithmonë do të jetë vend i pavarur në truallin e Evropës me perspektivë të qartë integruese në familjen euroatlantike, theksoi kryeministri Thaçi në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku ai prezantoi progresin afirmativ në Republikën e Kosovës gjatë 3 muajve të fundit. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova gjithmonë do të jetë vend i pavarur në truallin e Europës me perspektivë të qartë integruese në familjen euroatlantike. Sipas tij, 2013 ishte një vit historik për rajonin, kryesisht për 2 raste madhore. Më një korik, Bashkimi Evropian pranoi Kroacinë si shtet antar i 28, duke bërë këtë vend model inspirimi për të gjithë shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe arritja e marrëveshjes së parë ndërshtetërore për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e facilituar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Ashton. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se janë bërë disa përparime për fshirje dhe disa marrëveshje që kanë dalë nga marrëveshja e 19 prillit, por ato nuk kanë peshë nëse nuk zbatohen në praktikë. Sipas tij, qeveria e Serbisë ka bërë shumë përpjekje në këtë aspekt, duke besuar që do të përmirësojnë jetën e komunitetit serb në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme nuk e ka përjashtuar mundësinë që në një të ardhme të afërt 5 vendet e Bashkimit Evropian ta marrin vendimin historik për njohjen e Kosovës. Ministri i Jashtëm ju përgjigj pyetjeve të shumta të anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, duke rikapituluar punën e ministrisë, të arriturat dhe prioritetet e politikës të jashtme në vitin 2014. Raporti i sotëm i ministrit Hoxhaj është i treti me radhë dhe i fundit për këtë vit para Komisionit për Politikë të Jashtme.
Si zakonisht blokun e fundit informativ ja kushtojmë zhvillimeve të fundit në arenën ndërkombëtare. Shefi i shtëpisë së Bardh u kërkoi senatorëve në Kongresin Amerikan që të presin rezultatin e bisedimeve të radhës mes fuqive botërore dhe Teheranin për programin e tij bërthamor dhe më pas të propozojnë sanksione të reja ndaj Republikës Islamike. Obama tha se nëse nuk arrihet një marrëveshje, Irani do të vazhdojë të pasurojë uraniumin. Pavarësisht paralajmërimeve të Izraelit dhe Francës për të qenë të kujdesshëm në bisedimet me Iranin për programin e tij bërthamor, presidenti amerikan Barack Obama duket i vendosur për vazhdimin e tyre. Shefi i shtëpisë së Bardh u kërkoi senatorëve të Kongresit amerikan që të presin rezultatin e bisedimeve të radhës mes fuqive botërore dhe Teheranit për programin e tij bërthamor dhe më pas të propozojnë sanksione të reja ndaj Republikës Islamike. Obama tha se nëse nuk arrihet një marrëveshje, Irani do të vazhdojë të pasurojë uraniumin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu kërkojnë një qëndrim më të ashpër ndaj Teheranit për programin e tij bërthamor. Të paktën 21 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në një seri shpërtimesh me bomba në Bagdad të Irakut. Bombat kryesisht kishin për shënjestër lagjet e banuara me shiit, por raportohet edhe për një shpërthim në lagjet e banuara me sunit. Ende nuk dihet se kush i ka kryer sulmet, por dhuna sektare në Irak është rritur dukshëm brenda këtij viti me 979 viktima të shënuara vetëm gjatë muajit tetor. Agjencitë e inteligjencës si dhe policia e Iranit, Siris dhe ajo e Libanit kanë thënë se janë duke bashkëpunuar në kërkim të grupit kryengritës Brigada e grupit Abdullah Azam, i cili ka marrë përsi për sulmin e ambasadës iraniane në Beirut. Të paktën 23 persona janë vrarë dhe 146 janë plagosur pasi 2 sulmues vetvrasës goditën përfaqësinë e Teheranit në kryeqytetin libanes. Udhëheqësi i grupit kryengritës ka thënë se sulmi u organizua për të ndëshkuar Iranin për përkrahje që regjimi në Teheran po i jep regjimit sirian dhe Bashar al-Assadit. Sheiku Siraeddin Zreika ka kërcënuar se grupi do të organizojë edhe sulme të tjera, po që se Hezbollahu dhe Teherani zyrtar nuk i ndalin të gjitha format e përkrahjes ndaj Asadit. Të shikues të nderuar, ndoqët lajmet. Bashk, mirupafshim.